Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka kërkuar vetting për të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe të emëruar nga vitet e 90-ta, po edhe konfiskim të pasurisë së paligjshme. Nga LSDM-ja thonë se kjo kërkesë vjen pasi korrupsioni është i pranishëm në të gjitha porët e shoqërisë dhe drejtësia është e kapur nga pushteti korruptiv dhe është selektive. Sipas LSDM-s, vetëm përmes konfiskimit të pasurisë dhe vettingut, besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë mund të rikthehet gradualisht, sepse drejtësia nuk është privilegj, por drejtë çdo qytetari. Vistinë edhe ka građanite ne veruar. Një ligj i ri kundër korrupsionit, mekanizma digjital për monitorimin e parave publike janë hapat e parë, vendosin vetting për të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe të emëruar nga vitet 90 e deri më sot. Çdo funksionar do të duhet të shpjegojë prej nga e ka pasurinë dhe si e ka fituar atë. Mas e veçantë është konfiskimi menjëhershëm i pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Është e drejtë që qytetarët të dinë se si funksionarët kanë arritur te pasuria e tyre. Naumovski thotë se LSDM-ja propozon edhe heqjen e imunitetit të funksionarëve, po paralajmërojnë edhe masën e vettingut për gjyqtarët dhe prokurorët, sepse sipas LSDM-s drejtësia duhet të fillojë nga ata që e ndajnë atë. Sipas Naumovskit është e drejtë që çdo kallëzim për korrupsion të hetohet, prandaj LSDM propozon mekanizma të rrep për verifikim automatik dhe mbikëqyrje institucionale të rasteve të korrupsionit dhe abuzimit me detyrën zyrtare. Edhe BDI kohë më parë kërkonte vetting për të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe të emëruar dhe hetim të pasurisë.